Më dëgjoj, një instrument, pra një vegël kirurgjikale e harruar në trup pas një operacioni mund të rrezikojë seriozisht jetën. Dhimbje që nuk largohet, infekcion që nuk qetësohet, fryrje barku të fikët pas operacionit, vite të tëra me shqetësime që askush nuk i shpjegon qartë. Dhe pastaj një radiografi në ekran shfaqet diçka që nuk duhet të jetë aty. Jo një tumor, jo një hije e zakonshme, por një objekt kirurgjikal, një pincë, një garcë, në disa raste edhe gërshër kirurgjikale. Po flasim për një nga komplikacionet më të rënda dhe më të frikshme në kirurgji. Instrumentet ose materialet kirurgjikale të harruara brenda trupit të pacientit pas ndërhyrjes kirurgjikale. Përshëndetje mikeshë e miq. Dhe ja ku takohemi sërish së bashku. Jam doktor Skerti Faria, themeluesi Cape Day Hospital. Sot do të flasim për një temë që tingëllon e pabesueshme, por që është reale, e dokumentuar dhe shumë e rëndësishme për sigurinë e pacientit. Çfarë ndodh kur pas një ndërhyrje kirurgjikale një instrument, një garcë, një gjilpër ose një material tjetër mjekësor mbetet aksidentalisht brenda trupit? Kjo nuk është një temë për të krijuar panik, pasi kirurgjia moderne shpëton çdo ditë jetë. Miliona ndërhyrje kryen me sukses, me protokolle të qarta dhe me standarde të larta sigurie. Por pikërisht sepse kirurgjia është një akt kaq serioz, duhet të flasim edhe për ato raste të rralla që nuk duhet të ndodhin kurrë. Në mjekësi, këto quhen objekte kirurgjikale të mbetura aksidentalisht në trup pas operacionit. Mund të jenë garca, kompresa, gjilpëra, pinca, gërshër, fragmente instrumentesh, tuba ose materiale të tjera të përdorura gjatë ndërhyrjes. Agjencia Amerikane për Sigurinë dhe Cilësinë e Kujdesit Shëndetësor e përshkruan këtë si një problem të sigurisë kirurgjikale që lidhet me procese komplekse pune, komunikim të paplot dhe nevojë për sisteme të forta parandalimi. Në nivel botror, vlerësohet se çdo vit 3.000 deri në mbi 30.000 objekte harrohen aksidentalisht në trupin e pacientëve pas operacioneve, duke përfshirë garca, sfungjer, gjilpëra dhe instrumente të vogla. Ky vlerësim bazohet në faktin se globalisht kryhen mbi 312 milion operacione madhore në vit, ndërsa incidenca e objekteve të mbetura pas ndërhyrjes llogaritet në rreth 0.001% deri në 0.01%. Garcat dhe sfungjerët përbëjnë rreth 70-80% të rasteve, ndërsa pjesa tjetër përfshin instrumente ose objekte të vogla si kapse, bisturi, retraktor, pjesë pajisjesh, maja çpuese ose tela udhëzues. Para se të flasim për komplikacionet, duhet të kuptojmë se këto raste nuk janë vetëm teori. Në disa skenar, pacientët nuk kanë vetëm një objekt të harruar brenda trupit. Kanë përjetuar shqetësime për muaj ose vite me radhë, infeksione, krize abdominale, përkeqësim të gjendjes klinike, ndërhyrje të dyta dhe pasoja psikologjike. Në Napoli, Itali, u raportua rasti një gruaje 53 vjeçare që kishte kryer një ndërhyrje estetike në bark, pra një abdominoplastik, në një klinikë private në 25 tetor të vitit 2025, pra tani afër. Pas daljes nga klinika, ajo filloi të kishte dhimbje abdominale, shqetësime të vazhdueshme dhe përkeqësim të gjendjes klinike. Sipas raportimeve, situata arriti deri në humbje ndjenjash. Më pas ju tha se mund të kishte infeksion dhe mori antibiotik, por gjendja nuk u përmirësua. Rreth 7 muaj më vonë, më 7 maj 2026, një kontroll në një qendër tjetër diagnostike zbuloi një palë gërshër kirurgjikale në barkun e saj. Pra, shqetësimet e raportuara në këtë rast ishin kriza abdominale pas operacionit, humbje ndjenjash, dyshim për infekcion, trajtim me antibiotik pa përmirësim dhe nevojë për ndërhyrje tjetër për heqjen e instrumentit. 12 vite me kriza abdominale, një radiografi dhe një zbulim që tronditi gjithçka. Në Sikkim, Indi, një grua kishte ndërhyrë operacion për apendicit në vitin 2012. Pas ndërhyrjes, në vend që gjendja të qetësohej, ajo vazhdoi të kishte kriza abdominale të përsëritura për më shumë se 12 vite. Pashorti i saj tregoi se ajo konsultoi me mjek, merrte barna, por shqetësimi rikthehej vazhdimisht. Vetëm në vitin 2024, një radiografi zbuloi se në barkun e saj kishin ngelur gërshër kirurgjikale. Instrumenti u hoq me një ndërhyrje tjetër dhe ajo u raportua në gjendje të qëndrueshme pas operacionit. Pra, në këtë rast, shqetësimet kryesore ishin simptoma abdominale për vite të tëra, vizita të përsëritura mjekësore, trajtime që nuk e zgjidhin problemin, zbulim i vonuar dhe nevojë për operacion të dytë. Në Vietnam, rasti i Ma Van Nhat u bë i njohur sepse ai jetoi për 18 vite me një instrument kirurgjikal brenda trupit. Sipas raportimeve, ai kishte kryer një operacion pas një aksidenti në vitin 1998. Shumë vite më vonë,
Pas një tjetër aksidenti rrugor, u bë një ekzaminim me ultratinguj pa ekografi, ku u zbuluan një palë gërshër kirurgjikale pranë zorës së trash. Në disa raportime përmendet se ai kishte pasur edhe shqetësime të shumta abdominale përpara zbulimit. Mjekët më pas hoqën instrumenti mjekësor që kishte mbetur aty për vite të tëra. Pra, ky rast tregon një tjetër formë rreziku. Objekti mund të qëndrojë i fshehur për shumë kohë, të zbulohet rastësisht dhe të kërkojë ndërhyrje tjetër edhe pas shumë vitesh. Në Kerala, përsëri në Indi, Usha Joseph jetoi për gati 5 vite me shqetësime abdominale pas një operacioni ginekologjik të kryer në vitin 2021. Ajo kishte kryer një ndërhyrje për heqjen e një tumori uterin. Më vonë, pas një radiografie, u zbulua se në barkun e saj kishte mbetur një pincë kirurgjikale. Burime të ndryshme raportojnë se ajo kishte pasur kriza abdominale të përsëritura, dhimbje të forta, konsultime të shumta pa diagnostikë të qartë, si edhe probleme të lidhura me urinimin. Instrumenti kirurgjikal i harruar u hoq në një tjetër ndërhyrje. Sipas raportimeve, pas ndërhyrjes ajo filloi të kishte shqetësime abdominale të vazhdueshme dhe infeksione, të cilat u përkeqësuan me kalimin e viteve. Vetëm në vitin 2022, gjatë një kontrolli në një spital privat, u zbulua se në barkun e saj kishte mbetur një instrument kirurgjikal. Rasti u kthye në çështje publike për shkak të vonesës së gjatë në zbulim dhe pasojave të vazhdueshme shëndetësore. Në Mbretërinë e Bashkuar, Jane Harvey ngriti padi pasi maja e një instrumenti kirurgjikal u shkoput dhe mbeti brenda trupit të saj gjatë një operacioni në vitin 2023. Sipas raportimeve, fragmenti nuk u identifikua menjëherë dhe ajo pati nevojë për një ndërhyrje tjetër për ta hequr. Ky rast nuk solli vetëm pasoje fizike. U raportua se ajo përjetoi edhe ankth të rënd, makthe, sulme paniku, humbje oreksi dhe humbje besimit e profesionistët mjekësor. Ky rast na tregon se dëmi nuk është gjithmonë vetëm në trup. Donjëherë pasoja më e gjatë është psikologjike. Frikë, pasiguri, ndjesia se sistemi ku pacienti kishte besim e ka tradhtuar. Në vitin 2012, një grua nga Long Island e identifikuar me emrin Crystal ju nënshtrua një ndërhyrje për zëvendësimin e stimuluesit kardiak në Deborah Heart and Lung Center në New Jersey. Pas operacionit, plaga nuk po shëroi siç duhej dhe mjekët më vonë konstatuan një infeksion në zonën e krahërorit. Gjatë ndërhyrjeve të mëvojshme në Huntington Hospital, mjekët hoqën rreth 5 cm garzë nga krahërori i saj, e cila, sipas padis, kishte mbetur aksidentalisht gjatë operacionit të mëparshëm. Infeksioni në fjalë u përhap edhe përmes telave të vjetër të stimuluesit kardiak, të cilët ishin lënë në trup sipas planit mjekësor, por u kthyen në një problem për gjendjen e pacientes. Crystal kishte temperaturë të lartë, komplikacione të vazhdueshme dhe, sipas dëshmisë së saj, ndjehej keq pothuajse gjatë gjithë kohës. Në vitin 2016, ajo ju nënshtruar një tjetër ndërhyrje për heqjen e plotë të telave të infektuar dhe pas disa javësh në spital arriti të rekuperohej. Këto raste përmbajnë vende të ndryshme, spitale të ndryshme, operacione të ndryshme dhe pasoja të ndryshme, por kanë një gjë të përbashkët. Një material që nuk duhet të mbetej brenda trupit u bë burim shqetësimi, frike, infeksionesh, kontrollesh të përsëritura, ndërhyrje të dytë dhe rreziku për jetën e pacientit. Dhe tani vjen pyetja kryesore: çfarë komplikacionesh mund të shkaktojë një instrument ose material i harruar brenda trupit? Komplikacioni i parë që mund të shfaqet janë shqetësimet e vazhdueshme pas operacionit. Pacienti mund të ndjejë dhimbje, presion, therrje, fryrje ose kriza abdominale që nuk përputhen me ecurinë normale të rikuperimit. Pas një ndërhyrje, është normale të ketë dhimbje dhe lodhje për një periudhë të caktuar, por kur simptomat zgjasin me javë, muaj apo vite, kur i kthehen pas trajtimeve ose kur nuk shpjegohen qartë nga ekzaminimet fillestare, atëherë duhet hetuar më thellë. Një material i mbetur mund të mos zbulohet menjëherë. Disa objekte, sidomos garsat ose kompresat, mund të qëndrojnë të fshehura për kohë të gjatë dhe të japin simptoma jo specifike: dhimbje barku, të përzjera, fryrje, temperaturë, humbje oreksi, rënje në peshë, masë të prekshme ose ndryshim të funksionit të zorrëve. Në literaturën mjekësore, garca e mbetur në trup njihet me termin gosipiboma dhe mund të shfaqet brenda disa ditësh si urgjencë kirurgjikale ose pas shumë vitesh nga operacioni fillestar. Një nga reagimet kryesore të organizmit është inflamacioni. Trupi e njeh materialin e mbetur si diçka që nuk i përket dhe përpiqet ta izolojë. Zona përreth mund të irritohet, të fryhet dhe të bëhet e ndjeshme. Në këtë fazë, pacienti nuk po përballet vetëm me shërimin normal pas ndërhyrjes, pasi organizmi po reagon ndaj një materiali që vazhdon të qëndrojë brenda tij. Në disa raste, ky reagim krijon një kapsul fibroze përreth objektit. Kjo do të thotë se trupi ndërton një shtresë indi për ta rrethuar materialin dhe për ta ndarë nga organet përreth.
Ky proces mund të formojë një masë të brendshme, e cila në imazheri mund të ngatrohet me probleme të tjera, sidomos në bark. Kjo ndodh më shpesh me garzat e mbetura, sepse ato mund të imitojnë formacione abdominale dhe të zbulohen vetëm pas ekzaminimeve më të detajuara. Nëse zhvillohet infekcion, pasojat bëhen më serioze. Një material i harruar mund të shërbejë si vend ku grumbullohen mikrobe. Infekcioni mund të shfaqet me temperaturë, dopsi, skuqje përreth plagës, rrjedhje, erë të pazakont, dhimbje që shtohet ose ndjesi pulsuese në zonën e prekur. Kur këto shenja vazhdojnë pavarësisht trajtimit, duhet menduar nëse ekziston një shkak më i thellë që po e mban infeksionin aktiv. Në disa raste, infeksioni kufizohet në një hapësirë të caktuar dhe krijon një absces, pra një mbledhje qelbi. Një absces mund të shoqërohet me temperaturë, fryrje të lokalizuar, skuqje, nxehtësi në zonën përreth, ndjeshmëri të fortë dhe dhimbje që ndihet si presion ose pulsim nga brenda. Kur ky i fundit është i thellë ose lidhet me një material të mbetur, trajtimi varet nga vetëndotja, madhësia dhe gjendja e pacientit. Mund të nevojiten antibiotik, drenimi i qelbit me procedurë të drejtuar nga imazheria ose ndërhyrje kirurgjikale. Pra, nuk duhet trajtuar si një infeksion i thjeshtë që gjithmonë kalon vetëm me barna. Në formën më të rëndë, infeksioni mund të përhapet në gjak dhe të shkaktojë sepsis. Qendrat Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, CDC, e përshkruajnë sepsin si përgjigje ekstreme të organizmit ndaj një infeksioni dhe si urgjencë kërcënuese për jetën, sepse pa trajtim të shpejtë mund të çojë në dëmtim indesh, dështim organesh dhe vdekje. Një tjetër komplikacion është ngjitja e indeve dhe organeve. Kur materiali qëndron për një kohë të gjatë në bark, inflamacioni përreth tij mund të bëjë që zorrët ose organet të tjera të ngjiten njëra me tjetrën, duke shkaktuar tërheqje, siklet gjatë lëvizjes, probleme me tretje dhe vështirësi në ndërhyrjet e ardhshme. Nëse pacienti ka nevojë për operacion tjetër, prania e këtyre lidhjeve jo normale mund të bëjë procedurën më të komplikuar sepse anatomia normale është ndryshuar. Kur ngjitjet ose masa inflamatore ndodhen brenda zorrëve, mund të shfaqet bllokimi i tyre. Pacienti mund të ketë fryrje barku, kriza të forta abdominale, të përzierë, të vjella, pa mundësi për të dalë jashtë ose për të nxjerrë gazra. Ky nuk është thjesht çrregullim tretjeje. Bllokimi i zorrëve mund të kthehet në urgjencë mjekësore sepse pengon kalimin normal të përmbajtjes intestinale. Nëse materiali është i fortë ose i mprehtë, si pincë, gjilpër, fragment metali ose gërshër, rreziku nuk kufizohet vetëm te inflamacioni. Mund të kemi dëmtim të drejtë për drejtë të organeve. Objekti mund të shtyp, gryej ose shpojë indet përreth. Mund të preken zorra, fshikse urinës, enë gjaku, muskuj ose struktura të tjera të brendshme. Në këto raste, problemi kalon nga reagimi i trupit ndaj materialit në një dëmtim anatomik që shpesh kërkon riparim kirurgjikal. Në raste të veçanta, mund të ndodhë edhe lëvizje ose migrimi i objektit. Një material i mbetur nuk është gjithmonë statik. Me kalimin e kohës, ai mund të zhvendoset, të afrohet pranë një organi tjetër, të ndryshojë vendodhjen e simptomave ose të krijojë dëmtime të reja. Kjo e vështirëson diagnozën, sepse pacienti mund të ketë fillimisht shenja të paqarta dhe më vonë simptoma që lidhen me organin ku materiali ka migruar. Kur dëmtohet zorra, pasojat mund të jenë veçanërisht serioze. Një shpim i saj mund të lejojë daljen e përmbajtjes në hapësirën abdominale dhe të shkaktojë peritonit, pra inflamacion të peritoneumit, membranës që mbështjell organet e barkut. Qendra mjekësore Cleveland Clinic e përshkruan peritonitin si gjendje të rëndë që mund të shkaktojë infeksion të përhapur dhe kërkon kujdes të menjëhershëm mjekësor. Një komplikacion tjetër është gjakderdhja. Nëse objekti prek një enë gjaku, irriton indet përreth ose shkakton dëmtim gradual, mund të ndodhë humbje gjaku. Ndonjëherë gjakredhja është ngadalë dhe jep shenja të paqarta, si lodhje, zbehje, dobësi apo marramendje. Herë të tjera mund të jetë më shpejt dhe të shoqërohet me rënje tensioni, rrahje të shpejta të zemrës dhe nevojë për trajtim urgjent. Në raste më të rralla, sidomos kur materiali ndodhet pranë strukturave vaskulare, mund të përfshihen edhe enët e gjakut. Irritimi, dëmtimi lokal ose shtypja e vazhdueshme mund të ndikojnë në qarkullimin venoz dhe në rrethana të caktuara të lidhen me formimin e mpiksjeve të gjakut. Nuk është pasojë më tipike e materialeve kirurgjikale të mbetura në trup, por duhet përmendur si rrezik i mundshëm kur objekti ndërvepron me sistemin vaskular. Kur inflamacioni dhe infeksioni zgjasin, mund të krijohet edhe fistul, pra një kanal jo normal mes dy organeve ose mes një organi dhe lëkurës. Kjo mund të sjellë infeksione të përsëritura, probleme me tretjen, irritim të lëkurës ose nevojë për ndërhyrje riparuese. Në literaturë janë përshkruar raste ku garca e mbetur ka shkaktuar formimin e fistulave, duke treguar se ky material i harruar mund të ndryshojë strukturën normale të indeve në mënyrë serioze. Një shenjë tjetër që mund të sinjalizojë problem të brendshëm është plaga kirurgjikale që nuk shërohet siç duhet. Nëse ka rrjedhje të vazhdueshme, hapje të pjesshme,
skuqje, ëntje, infeksion të përsëritur ose ndjeshmëri që nuk ndjek ritmin normal të rekuperimit, duhet gjetur shkaku. Trajtimi lokal i plagës mund ta përmirësojë përkohësisht pamjen, por nëse brenda trupit ka mbetur material kirurgjikal, problemi mund të rikthehet derisa ai të identifikohet dhe të hiqet. Në shumë raste, zgjidhja përfundimtare kërkon ndërhyrje tjetër kirurgjikale. Kjo do të thotë anestezi e re, rekuperimi i ri dhe rrezik shtesë për pacientin. Pasojat nuk janë vetëm fizike. Pacienti mund të zhvillojë frikë nga spitalet, ankth para çdo procedure tjetër, humbje besimit tek sistemi mjekësor, zemërim ose ndjesi tradhtie. Një studim mbi përvojat e pacientëve që kanë jetuar me materiale kirurgjikale të mbetura në trup thekson se pasojat mund të jenë afatgjata, jo vetëm fizike, por edhe psikologjike dhe sociale. Në disa raste, edhe pas heqjes së materialit, dëmi mund të mos mbyllet menjëherë. Nëse ka pasur infeksion të rënd, dëmtim organi, ngjitje të mëdha indesh, fistul, bllokim të osorëve ose operacion riparues, pacienti mund të ketë pasoja afatgjata. Këto mund të përfshin funksion të dobësuar të një organi, shqetësime të përsëritura, kufizim të aktivitetit, nevojë për ndjekje të gjatë mjekësore ose rekuperim më të ngadaltë se ai që pritej pas ndërhyrjes fillestare. Në rastet më ekstreme, kur infeksioni përhapet, kur ndodh sepsis, peritoniti, gjakderdhje e brendshme, bllokimi i rënd i zorëve ose dëmtim i organeve vitale, pasojat mund të bëhen kërcënuese për jetën. Një analizë botuar në literaturën mjekësore mbi më shumë se 1100 raste të materialeve biologjike të mbetura në trup raportoi vdekshmëri në 4.5% të rasteve, dëmtim fizik të përhershëm në 16.3% të rasteve dhe dëmtim të përshkoshëm në 78.1% të rasteve. Prandaj, një material kirurgjikal i harruar në trup nuk duhet trajtuar si incident i thjesht që hiqet dhe mbaron. Ai mund të nisë me dhimbje të paqartë, të kalojë në infeksion, absces, të dëmtoj organe, të kërkoj operacion tjetër dhe në raste të rralla të rrezikoj edhe jetën. Pikërisht për këtë arsye, parandalimi është thelbësor. Numërim i saktë instrumenteve dhe objekteve të tjera kirurgjikale, komunikim i qartë në sallë, protokolle të zbatuara dhe kontroll i kujdesshëm para përfundimit të ndërhyrjes. Agjencia Amerikane për kërkimin dhe cilësinë në kujdesin shëndetësor thekson se këto raste zakonisht nuk lidhen vetëm me gabimin e një individi, por me hallka të dobta në një sistem kompleks pune. Prandaj zgjidhja duhet të jetë sistemike, jo thjesht personale. Salla e operacionit është mjedis kompleks, ka kirurg, anestezist, infermier, instrumente, garza, gjilpëra, pajisje, alarme, urgjenca, gjakderdhje, ndryshime plani dhe presion kohe. Por kompleksiteti nuk e justifikon gabimin. Kolegji Amerikan i kirurgëve thekson se siguria e pacientit është prioritet maksimal dhe se parandalimi kërkon komunikim të mirë, numërim të standardizuar të çdo instrumenti kirurgjikal, përdorim të materialeve të dukshme në radiografi dhe, kur duhet, teknologji shtesë si zbulimi me radiofrekuencë ose kodim. Një operacion përfundon kur çdo garc është numëruar, kur çdo instrument është kontrolluar, kur ekipi është i sigurt se asgjë nuk ka mbetur aty ku nuk duhet të jetë. Kirurgjia kërkon aftësi, por mbi të gjitha kërkon disiplinë, kërkon protokoll, kërkon komunikim, kërkon përgjegjësi, kërkon respekt absolut për trupin dhe jetën e pacientit. Nëse pas një operacioni keni dhimbje që nuk largohet, infeksione të përsëritura, temperaturë, fryrje, dobësi, probleme me tretjen ose shqetësime që nuk shpjegohen, mos bëni panik, por mos i injoroni. Kërkoni vlerësim mjekësor, pasi siguria në kirurgji nuk është luks, nuk është formalitet. Nuk është një pikë në letër, është kufiri mes një operacioni të kryer mirë dhe një komplikacioni që mund të ndryshojë jetën e pacientit. Dhe tani arritëm edhe në fund. E nëse kjo video ju ndihmoi ose ju dha një informacion me vlerë, ndajini me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë. Mos harroni ta pëlqeni, të lini mendimin tuaj në komente dhe të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube për të ndjekur edhe episode të tjera të këtij formati. Ju falenderojmë sinqerisht që jeni pjesë e këtij komuniteti të veçantë, të ndërgjegjshëm dhe gjithmonë në kërkim të informacionit të saktë.